Unë personalisht pyetje kam në fillimisht për masat e sigurimit, ose të paktën si ta lexojmë një të dhënë. Në faqen 42 të raportit del që janë dhe 65 masa sigurimi në mungesë. Si duhet ta lexojmë ne që pra si fillim që ne janë masa arresti në burg apo lloj të tjera masash domosdoshmë kush është trendi dhe ndoshta mos do po që në arrest në burg që ta bëj të plot, mos do rifutur tek logjika e përgjithshme, pra pavarësisht se sa mund të jenë ekzekutuar, 110 është e para. Këto prap duhet quhen 175, po ti mbledhim matematikisht, që kanë të bëjnë me masa arresti në burg. Nëse masa sigurimi në mungesë presupozon një masa arrest në burg, por nuk është ekzekutuar se personi mund të jetë shpallur në kërkim arratisur. Ne në tabele kemi faleminderit edhe një për pyetjen. Në tabelen që kemi paraqitur në raport e kemi ndarë këtë numër, jo rastësisht për treguar masat që janë ekzekutuar, që personat janë autorisht burgosur dhe numrin e masave që nuk janë të ekzekutuar, por janë persona që i shmangen dhe i fshihen në drejtësisë. Dhe kjo është për të dalluar këto dy situata. Sepse personat që i fshihen drejtësisë dhe janë të ikur, janë në kushtet që nevojat e sigurimit janë më të larta dhe masa e sigurimit për këto persona është plotësisht e justifikuar, edhe pse ende nuk është ekzekutuar. Dhe kemi bërë dhe këtë diferencim dhe për të treguar numrin që ju përket krimit organizuar dhe verë penale të natyrës së korrupsionit, ku për verë penale të korrupsionit ekzistojnë vetëm 5 masa.